ishte një, si thon, një kumar gjikë ose kumar të rjetë në ti, pinte, abuzonte në alkool, zi shimike, nga shtëpia të pesha, prap shumë e vështirë, nuk është jeta që kaloj një jetë normale. Se s'kisha ku të mja me ikën nga shtëpia nga Afrika, kam iku nga Afrika, se do që mos më vret, mos më bën. Të maj më sot, jam nisë prap me 2 fëmijë me gomën, jam nisë na Tena Vlora, se isha pa shtëpi, pa 14 kudorinja. Ka qenë ata më e keqe mbot, një det, një mal, që thoshe mbyllshe tani, mbyllshe pastaj. Po ti shikosh duart i kanë dhe sot duart të ngulur me pirua, kam edhe majtë e thikës ngulur në krah. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim do sjell historinë e një nëne shqiptare, e cila me 2 vajza të vogla të mitura, 5 dhe 6 vjeç, në vitin 1997 mori guximin të udhëtonte me gomone nga Vlora drejt brigjdeve italiane. Jetoi në Itali, por nuk u përball me atë jetën e ëndrave që ajo kishte. U përball me një bashkëshort dënues, ku më së fundi, aty në shtetin italian dhe konkretisht në kryeqytet në Rom, humbi dhe 2 vajzat e saj. Por çfarë ka ndodhur me jetën e zonjës Merita, unë do hap dritaren, do e ftoj dhe do na rrëfej këtë histori të dhimbshme. Merita, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje motër. Në fakt, teksa po lexoja mesazhet në TikTok, lexova dhe mesazhin tuaj. Po. Keni një problem sa kuptova me fëmijët? Ja shteti, po. Çfarë ka ndodhur që ta kuptojmë qartë historinë tuaj? Qartë, ka qenë një histori që ke gjatë paka shumë me ish bashkëshortin tim që ka patur të parin fare. Po. Kemi qenë në Itali, është normale, abuzonte në alkool, në të gjitha gjërat. Ishim pa dokumenta në fillim fare. U detyrohej që i mora fëmijët që van kolegj vetë të 2 vajzat. Bëhet fjalë për çfarë vendi? Për 2 çupa në Rom. Në Rom të Italisë. Po. Në Rom të Italisë. Dhe çfarë ndodhi më pas? Para më ndodhi që kisha problem, pinte abuzon alkoolin, përnë bare zgjeshim, e pa punësia, ishte një, si thon, një kumar gjikë ose kumar të rjetë në ti. U detyroj që fëmijët në kolegj, si që avën kolegj pastaj u detyroj që mi pi fëmijën një se kemi qenë pa letra në fillim fare në Itali, kam qenë pa dokumenta. Në Itali, mbasi që isha në kolegj, mi pi një në jam i mirë në shtëpi, pastaj mi hoqës, mi pi më fare nga që isha pa letra. Ditë në fundi që kam kërkojtur, nuk mi dha më tha nuk kemi në këta, do të vendos në gjukat. Unë gjukat nuk kam firmos asnjë lloj dokumenti që ja firmë me fëmijëve për shembull. Edhe nuk i kam dhënë asnjë lloj firme, as kam firmos në gjukat, as më kam folur fare që për shembull do paraqisja gjukat për punë fëmijëve që më hoqën. Jo avan sa familje të tjera italiane. Është kohë e gjatë, të themi këtu në 90, çupa ka qenë 6 vjeçë. E madhja, e dyta ka qenë 5. Dhe ka qenë të vogla. Dhe të 2 vajzat i ke humbur prej asaj kohe? Prej asaj kohe. E dashur Merita, për çfarë viti bëhet fjalë që ti humbe vajzat e tua në Itali? Ne bëhet fjalë në themi në 97, një gjë tillë kështu. Në vitin 1997. 1997. 1997 kemi qenë një shtetit. Vajza ka lindur në 94, e madhe dhe vogla ka lindur në 95. Jo, në vitin 1997 i humbe vajzat që... Po. Jo, qik më vonë, ka qenë 6 vjeçë, për llogaritë 94 ka lindur, ka qenë 2000. Bie fjala. Prej vitit 2000 ti nuk i ke parë më vajzat e tua? Si kam parë më vasy. Që më atërë dhe sot. Sa vjeç i kam kërkojt? Sa vjeç i bie ti sot? E madhe është 30 vjeçë. 30 vjeç është vajzë madhe sot. 17 kam bërë vajzë madhe. Sa keq më vin ka. Unë kam dhe të dhënat e kolegjit, i kam dhe me foto kolegjit ku ka qenë vajzat, i kam dhe në fotografi vajzat ku ka qenë të vogla në kolegj, i kam të gjitha, i kam urojtu, si thonë, i kam urojtu, i kam bajtë shumë. Ka marrë malli për 2 vajzat? Shumë. Ato sot janë njëra 30, tjetra 29. 94-95, një ka lindur korrik, 26 korrik, tjetra në 20, po përprej ka të përreks një vit e vit. Fëmijë të tjerë keni sot? I bajë, jam më gjyshë për një muaj. Me jetë. Rov. E dashur Merita, po. Nuk dua të prekesh sot në këtë live, e di që je një nënë e lënduar. Është shumë e lirë, po, s'ka gjë. Kemi kaluar këto, si thonë. Po është gjë më e mirë që po ti gjë më e mirë të shikojnë sot. Si thonë mos të vdes një nënë, një ditë të vdes me një plagë shumë të madhe. 1 kilotët.
Edhe shumë Rita, ju aktualisht ku jetoni? Unë jetoj në Vlorë atë. Do më lejosh të pyes për jetën tënde? Po, pyet, s'ka problem të më pyet sa të duash. Ju më thatë që keni qenë 17 vjeçë kur lindet vajzën e parë, por si e njohur me babain e tyre? Jemi jo me lajmësi, si thonë, lajmësi ma bënë përindët e mi, ma bënë nëse unë jam rritu vetë jetime, si thonë, me baba qafor, jam shumë vëjtë nga jeta. Në kështu ka qenë historia ime. Je rritur jetime? Po, jetime baba qafor dhe unë vetë. Kishe nga kjo jetë të humbur nënën apo babain? Jo, babaj më latë 20 vite, më rriti nëna, baba qafor, ja kam kaluar shumë dhe baba qafor, më kam bajtë në dorës, kam gjetë si thonë grocinë e një babajt, po prap. A i do nënë huma dhe nënë më, miku dhe nëna moshë 58 vjeqë, e ka 5 vjeqë që më ka vdekur. Ngushëllime. Ro, shiku me një sëmundje shumë të keqe, me një sëmundje kanceri që nuk kurua dot. Janë fatale këto sëmundjet, janë vdekje prurse. Ja, kur shumë që s'kërë, një motra. Prandaj kërkova tash të shkruaj në ditë TikTok, tash të shkruaj jo dedës se po shkruaj të ndjek gjithmonë në emisiona, këto që ndjek që ku gjën. Edhe më shbërnë, jo që qaj ta dashuria, së në që që jetë. Dhe të kam ndjekur çdo kohë. Faktisht, tash të shkruaj një punë për gjithash, do lota akin do të shkojnë Tiranë tash, ta takoj. Dhe tash, të mendje kisha për zotin. Jam vetë takoj në Tiranë dhe të prisja. Por unë sa lexova mesazhin tuaj, më njëherë ju kontaktova dhe padyshim jemi të dyja sot në këtë live. E dashur Rita, ju më thatë që burrin, babain e dy vajzave e njohët me lajmësi. Sa vjeç ke qenë atë kohë? 17 kam jetë, si kam jetë kam ngërë së zada. E që vogël je martuar 17 vjeç? 17 e vogël. Në çfarë vendi ke jetuar me burrin? Në Vlorë atë. Si ka qenë jetesa jote në Shqipëri? Jetës ku ka rallak, si thonë. Me probleme, me ashtu, ku lindi e vajzë e parë, kam kaluar dhe shumë probleme me të pinte, abuzonte në alkohol, zi shimike, nga shkia të tesha, prap shumë e vështirë, nuk është jeta që kaloj një jetë normale. Shumë e vështirë, pastaj patër të fëmijëve, hajde, se është fëmija në mes, se gjuna kjo kupton, si bë një nën për një fëmijë që mos të atë që mos ta humbisja dhe këto gjëra. A i ka qenë përdorusja e alkoolit dhe ka ushtruar dhunda jush? Po, dhuna s'dërla fare. Por sa vite qëndruat bashkë? Qëndruam 97-ën pasaj ikëm nga shtetit. Ikëm nga shtetit, pasaj u qetësua, s'pinde më, pasaj njëjtë isha që shumë të kejtë, vazhdon të prati, të në gjesë. Njëtin që vazhdoj pravatim, ka ndihmuar një familje italiane shumë të dashur, më futën në punë, më mbani në afër, më mbajtën shumë afër pare. Njëtë shumë, pas edhe fëmit shmosur dhe turova vetë që i dërzohan atë, se s'kisha ku t'i mbajnë pullim flinja dhe rrugër, pullim ka filluar në përstacionet e me vajzat të vogla. Por, e dashur Rita, në momenti që ai ka ushtruar dhunë ndaj teje, nuk e denoncove asnjëherë në polici këtë dhunë? Ka futur në Itali njerë për në Hamburg. Ka bërë një vit e ka dhënë sprus për tërë jetën se shfutur më. Më goditi fatale, ka marrë godite shumë të rëmë nga i, jam edhe dhe në kati dytë. Kam shpëtuar jetën, jam dëzuar vetë në polici. Dhe policia nuk më bëri asë një gjithë dëmë, vetë më mori për mita, di mbajnë në kolegja, se s'kemi sigurim nga i qo që kefa. Alkoholi shpinda, aty bëllon të shumë. Je hedhur nga kati dytë? Po jam edhe vetë në Afrikët. Kam edhe në mbrapsën e kokës, pas e jam dërzuar në polici me rroba dhe gjumë si kam qenë, kam dhënë kam vrarë aty, kam qëlluar, kam marrë dhe më zëmë, si do një pëmë që me kuraj, kam qëlluar, dërzuar vetë në polici dhe mos më futën brënda, më thanë fëmijë do t'i marrë ne ti vazhdori këtu kurohu, se jam kuruar dhe infarkoja shtetit. Jam kuruar goxha për një kur, u kurova që shumë që më erdha qik në vete, se kam një shumë keq në dhe në memoria. I dashur Rita, ai të dhënonte kur ishte në efektin e alkoolit apo në alkooli vetëm, në alkooli. Në alkooli unë biste shumë gjë. Ku s'pi një, thoshe ti si ky s'ka njeri në botë. Në alkooli shumë gjëra. Por nuk kërkove ndihmë në atë kohë familja jote të ndaheshe nga ai njeri? Sa i thosh anon ose bëj për atër të fëmijëve, ishin fëmijë të vegjël, bëj për atër të fëmijëve, si një nën që bën lukë për fëmijët. Edhe puna arrita në atë punë të pasaj dhe tash nuk duroj dot më. Por familjarët e ti ishin në dieni? Ai da ishte familja s'do më di se familja e dinte shumë që djel kishte.
Ishte një që nuk e interesante fare familja, as do me ditë fare. Kam pitur në Rom, kam pitur në për rrugë me shumë, dhe s'kish në për të ngërën, kam në gjëra që jep shumë kujta në një qite gjë poshë e mira të pasi hinsin shu fruta perimi që në merkat që lija dhe e mira dhe në jetë e ka mojtë shumë në jetë si thënë. Po plaka me madhe është dhe të fëmijët e ka patë kodë dhe sot e kam akoma. Shumë Rita, është shokuese, ti shkove emigrante në Itali për një jetë me të mirë. Në fillim, pastaj kam marrë vajzat, i kam marrë mbasi alash mami, mi mante mami, në 5 shkurt e marrë dhe sot. Jam nisur prapë me 2 fëmijë me gomën, jam nisur na Vlora. Ti ke marrë guximin në 97-ën të ikësh me gomone me vajzat e vogla në Itali? Po. Ne ke marrë guximin, po, kam marrë motrë. Se isha pa shtëpi, pa katër në kudorinja. Dhe një shtëpi që e kishim që bëri pale, ndërtim pale, mori e shiti, dhe ndosi që t'ikmi, a i t'ikim, pas e ngella, s'kisha ku t'mija më. U detyrova, pas e ika. Mund të ma tregosh atë natë që ke udhëtuar me gomone, me 2 fëmijë të vegjël, të mitur, besoj ka qenë nata më e frikshme në jetën tënde. Ka qenë nata më e keqe, mbot 5 shkurt, ka qenë dhe sot e mbajt, 5 shkurt, një det, një mal, që thoshe mbyshe tani, mbyshe pastaj. Pastaj, kam kaluar shumë, pastaj ku e më mbritur në prigjet e princit që e më mbritur, kam gjetur roba për kosha, kam veshur vajzët, se u bën roba tuj komplet. Edhe aty ku ke majtu në princi, ke majtu që më britin aty më kanë ndihmuar, dhe sot e majtë s'ke më kanë ndihmuar të policat, më ndihmuar se nga i që një pak italisht të që të iki në Rom, me hipë dhe në 3 njeri shumë keq me 2 fëmijë dhe nuk më këtu më rapëm. Ti vajte në Rom, po kush të priste në Rom? Në Rom e para iku im shojt, pastaj i ka me fëmijët në ambas, me të 2 vajzat. Në Rom kështë marrë një shtëpi me qëra, ku vajta sillesh mirë, bën është mirë, pastaj të lori shumë keq. Nuk arrite dot asnjëherë me burrin tënd të flisje që pse ai të ushtronte dhunë? Kemi folë, kemi bërë, kemi thënë, 100 mirë i kam thënë, mos, ku shpinë do thoshe ti fytys ka në botë njeri do thoshe. Ku shpindajt mirë sillesh në shtëpi, sa s'ka më ku të vej. Dhe një porosim ma ka lënë, ma ka thënë që qëse arri një ditë që takon fëmijët, ma ka thënë ai, mos qitoj fëmijë që më kam abuzuar, kam rrahur, kam bërë, kam pirë alkool, kam dherdhë këto. Ma ka thënë këtë porosim. E kam takuar mbas, kam ka thënë vetëm fëmijët ku di dita ora, mos i asoj këtë mua vetë në kata. E dashur Merita, në momenti që ti mbrite në Rom, më the që ditët e para ai të priti mirë, pastaj filloi sërish të dhuna, ti e detyruar e mbajte si bashkëshort, përfundove edhe në rrugë, flije edhe në stacionin e trenit. Pse përfundove në rrugë? Se s'kisha ku t'bija më ikën nga shtëpia nga Afrika, kam ikur nga Afrika, se do që mos më vret, mos më bën. Për kraje nuk isha shumë edhe nga se mama ne kisha sa, si thonë, me burr tjetër, se që t'japja problema sa e vlez, 2 vlez që ka bërë mamaje, se jemi 3 bashkë, si thonë, i kishin dhe që t'japja probleme atyre. A kupton, mos i pja probleme dhe arritën atë që të punë. Por, në momenti që ti e denoncove në polici dhe ai përfundoi në burg në shtetin italian, ti ku jetove? Unë pastaj jetova aty, më ka ndihmuar një plak, më ka dhënë, kam punuar në punë të zezë, më dha në një hotel. Në një hotel më dha një plak, një punë të zezë, aty punonja, bëja portiere, ku bëja portiere në Rom, kisha edhe një dhomë qerinja aty, po në rregulla nuk më pusa do t'i shkreti për momentin, më mande në të zezë, ku vine kontrollit është e mbaj unë, është në të zezë se gjunat është. I erdi keq. E dashur Merita, në momentin që ti burrin e fute në burg, vajzat e kuptuan, për babain e tyre ishin në dieni që ai ndodhesh në burg? Jo, nuk e kuptuan fare, se nuk ja kam thënë këtë histori vajza. Ku më i takonja, ku është babi, është në punë, thoshja jashtë, nuk e ka kuptonja. Edhe ishin të vogla dhe s'desha që ato të kuptonin në këtë histori, që çka kam vojtur unë në jetë. Por ato kanë qenë prezente kur ai ka ushtruar dhunë ndaj teje? Ka qenë e madhja vetëm vajza ime. Ai sa i 6 vjeç e marrë dhe sot pasoj më thoshte edhe ku kisha që mia çonja ma, të lutem, ma bën kështu, si komisi do. Atë më ka guxim, pastaj ka u largova dhe sta kovatrun që jam edhe dhe kam thirrur policin, kam vetë policia para që të vetë kam dhënë çfarë do kam patrulli. Se më kanë bërë asgjë gjë, fëmijët do t'i marrin në kolegj dhe ishin pa letra, vetë po ashtu ishin të gjitha dhe ku ishin pa letra e një në javë në shtëpi. Një javë, pastaj më ndihmuan 2 familje italiane që më njohiti kolegji vet të Murgeshat. Ato pastaj më morën mi hoqën, më thanë që s'ke dokumenta dhe nuk mund të marrësh dot fëmijët, më hoqën shumë që më të një familje tjetër.
I pisi sa i pisi mirë për mua, ato njëra ato doktoresha punon të San Filipinezi, Roma, në Rom, në spital, i mori pastaj më dërgon dhe foto ku ikte me vajzën e vogël që bënte shija, bënte këto po fotot si kam sot se i kam lënë në Itali ku i ka që la shpinë që i ka dhe nuk isha marrë me dhe isha harruar. Në momentin që ti e fute në burg bashkëshortin tënd, u divorcove, u ndave apo ai u ndava me gjyq, u ndava, jam e ndarë dhe sot, jam martuar dhe sot. I e ndarë me gjyq. Në momentin që u ndave, ai e mori vesh që vajzat përfunduan në një kolegj? Po e dinte që fëmijët kolegj, dinte shumë mirë, i vajti edhe letra na se kërkoi të takonte fëmijët dhe mua unë i thash gjykat që nuk e takoj dhe i thanë që fëmijët janë kolegj, e di shumë që fëmijët janë në kolegj. E ka ditur që janë fëmijë në kolegj. E dashur Rita, dua të ndalim tek ajo natë ku ti, fal Zotit, sot jeni jetë, vendose të hidheshe nga kati i dytë. Çfarë ndodhi atë natë në shtëpinë tënde që bëre këtë veprim? Ka pipi me një fikë në dorë, ka dashur më qellonte, aty ka ndërhyr ky hotelit në Rom, që ka vdekur Ramet pas se ka vdekur i shkreti, ishte shumë njeri i dashur me gjithë stranjerët, i donte shumë, i respektonte donte. E ka atë natë aty me thika dhe para dhe ka thënë që s'ke punë me tota, ja punon këtu te mua nuk e punë, po ja thosht alkool, ja kam hequr tik nga dorë, aty moment s'kam më vesh dhe kam çuar vetëm aty. E shëllova dhe jam edhe ka në Afrika dhe jam dëzuar vetë polici. Ti e plagose? E plagosa. O dëzuar vetë polici. Dëzuar, e thashë këtu, vajta me sy, vajta me shenja. Vajta me unë që më bëri. E plagose ku konkretisht, në cilën zonë të trupit? Apo si të rafë më shpive. Por ai i mbijetoi plagëve? Mbijetoi, shpëtoi se nuk e kapi, ose u gërvish. Unë kam majtë në polici, kam majtë të rera, kam majtë me shenjallune, si të nëzirë, kam majtë si të them, po të shikosh duart i kam dhe sot duart të ngullu me pirua, kam edhe majtë e thikës ngullu në krah. Po të shikosh dhe sot, i kam akoma. Ka torturat ka bërë? Qa bësh tani? Si themin e jetimit s'ka fat. Jetimi e gjysmë gëzimi themin edhe, shqiptarëqi. I dashur Rita, për vetë mbrojtje, ti i more fikën dhe godite dhe u vedorzove në polici, u dënove? Jo, nuk u dënova, nuk u dënoj shtetë. Nuk u dënoj se vajta vetë u sharoj, ta shtu të pata vajta dhe me shenja për mbrojtje vendime se dhe shemë theri. Isha dhe shenja, nuk isë goditu me fikë në kraj, që kështu isha shenja, dhe nuk mu dënuan, mu atë dënuan ato. Dhe ti kështu vajzat i le në kolegj, jetove vetëm në Itali, ndërsa ai ishte pasekurave. Ai vajti në burg dhe kthye në Shqipëri pas. Mbas një viti që bëri burg dhe kthye në Shqipëri, dhe në spush po që mos futesh më. Besoj, momenti që u ndave nga vajzat ka qenë një tjetër moment shumë i vështirë në jetën tënde. Shumë fare, më vështirë akoma. Është më helëm. Më helëm akoma është ajo histori. Mund të ma tregosh atë moment vështirë të jetës tënde? Lart ditën që më thanë se t'jap më, nuk e di sa mund të kem kaluar momentale. Është shumë e vështirë. Shumë fare, se kam dashur dhe me vrarë vetë momentale. Të besoj. Sa do kam edhe emrin e vajzave, kam në shpatur të bëjë. E kam edhe në dorë të njëgo me cigare që kam kaluar. Një pa shumë keqë. Për sa kohë i takove vajzat në kolegj? I kam takuar dhe 2001 si 2002, pasaj së një më. Për 2 vite ti ke pasur kontakte me vajzat e tua? Po, mira një në janë i bajanë, mira ditë shtune i qoja të djela më plake. Mira një me tros, mira autobusin, se do të mash me tros të vesh në qendër të Romës, në Europës Vatikani, në Vatikani, pasi do të mash autobusin, që të një kolegj ku janë vajzat. Mund të më tregosh? Një ditë shtune djele i që janë darke prapë, më shumë smilimi një mirë në ja vetëm. Ose ku s'mi dhanë në herë të punë, që s'milimi mirë, ta ku janë vetëm kolegj, nuk mi me që të mira në shpise këtë ndosë gjukata, i qoja qeska me ushime, i pinja gjëra, roba, sa të në super male ma. Se pres një darish, nuk pres një shqip vajza ma, nuk mund të rimotu, të do di me ty në shpi që janë të vajza. Vajza e dytë kishte thyer kraun aty të murgeshat, i thash murgeshat, ç'ne vajza ka thyer kraun ran nga shkallë, vajza ma thoshte ma jo, thoshte marr erzë murgeshat thoshte.
Edhe nuk më thanë të vërtet. Ta gjyqtarën nga shkallët, ka thyer dorën vajzët. Mama kontonte gjithmonë vajza e madhe që 6 vjeç që kupton dhe më shumë nga e vogla. Ju E tregon madhe ishte shumë gjithë mas mua, shumë fare. vajza e madhe ju tregonte që nuk trajtoheshin mirë në atë kolegj. Mirë atje, po. Me vajza vogël. Tash unë që ka mami dhe Giovanna në shkallët, pa mata rëzë murgesha, tinin 2 motrat bashkë një dhomë. Nga gjishëm fëmijë veç, janë fëmijë veç që glozim, tojnë. A, kupton? Kështu ishte. Dhe që nga atërës, sa shtu më motra edhe. E dashur Merita, ato 2 vite që ke pasur kontakte me vajzat, që i merresh çdo fundjavë, më të thej që e madhja qante kërkonte që të rrinte me ty. Nuk doni të shkoni në kolegj. Nuk Milan, e tjera, erdi moment trurin tash tjere mbejt, i kina kolegj, i kisha frik mos më minin fusin e mua prëve, këpton ti, kam patur që dhe unë qik frik për edhe ti, se kam të pare ua pajtë edhe tërë me janë dhe një denasim, ku do kaloj edhe mija për mitë Shqipëri. Po dhe i bia Shqipëri, kisha dhe sot në kraurin tim dhe ishin ato. E kam patur dhe ato, më vinë dhe Luiz me ndonja dhe ato, po, tosha ku ti bëj. Ja më kape, mi morë fara, ku të dhe mua prënda, e ke përse më dhe mua shpus, atë me ndonja. Pastaj jam kthyer jam kthyer në Itali prap 2002, në Itali prap, vetë kolegji, pyeta murgeshat, më tha nuk i di mas ne se mbaj sekret, janë gjë që mbaj sekret nga shteti, ato nuk i di mas dhe ne se ku ndodhen, nuk më kallëzuan. Mas 2002 i kam qenë prap, kam vetë në Itali se i ka prap, ato kam qenë një italian, kam bashkëtuar vite me të, kam bërë një vajzë me të, prap su me të, pak e si unda dhe nga i dhe tash stop. Tani ka marrë Shqipëri, kam bashkëtë me një tjetër, ja i njoj për shumë njeri, për mua shumë njeri u mirë, se merë njeri një guxim të më bëgje, si ka bëraj për mua. Shumë. Ma ka majtë mua, ka majtë vajzën time, pëllëm dorës, më ka respektuar, sa do vajzën time nuk më do mua. Dhe thot që unë jam bërgjyshe, a i lë kokën dhe për vajzën. Dhe për mua, ma ka për derës, më ka lë në rrugë. Ka thënë urdhë shpinë e kaj dhe urdhë i e këtë brënda, ka plëtsuar kushtet, a i së mund që sa kemi. Qemi të pasu, po jemi në gjenë ekonomike, hambuk, ecim për para, luftojmë për jetën. Dhe më vjen mirë që sot je mirë në këtë drejtim, por plaga më madhe janë vajzat. Biles dhe ima ka thënë një fjalë që kërkoj gjej fëmijët, po i gjetë dhe në ke haku, nuk e kemë duhet fëmijët të të vinë të urdhën e kanë si shpityre. Ta ish njeri vojtu nga jeta shumë, po shumë njeri dashur për mua. Duhet ta bëjmë republik, po shumë njeri i dashur dhe shumë njeri që mi ka plotësuar karakter, dhe sot dhe ku vdiq mami, më ka ndihmuar prap, më ka ndihmuar në gjë ekonomike, atë do përgjigjem më vllomën tënde. Edhe sot do thuash një makinë luksose nuk kam, një makinë sa kam ma ka ble. Nuk më kalon për shembull në palë, më kalon që të shikoj sa më mirë, aq mundësi sa kemi të më shikoj, të vazhdo. Pra po do në shes roba të përdora gavi, nuk është të thash, nuk kam dysha me qerajs, po pa. Ke një biznes të? Prap ai nuk më lë. E kuptoj qartë. Ka ndihmuar shumë edhe janë gjëra që Zoti vetëm e di dash problem një ditë mira. Edhe Zoti ja bëft mbar partnerit tënd dhe më vjen mirë që ndihesh e lumtur. Rrofsht më të krati. E dashur Merita, ndalemi tek 2 vajzat që sollen nga martesa e parë sepse gjithë qëllimi i këtij live janë ato 2 vajzat e tua. Si e kanë emrin? Quhet e vogla apo e madhe? E madhja. 24 korik, 94 s'ka lindur në Vlorë. Ndërsa vajza tjetër? Në 20 korik, 95-s. Në momentin që ti shkove në vitin 2002 sërish të vajtën në Itali, murgeshat të thanë që nuk kemi informacion, arritet të zbuloje se ndoshta vajzat mund të ishin birësuar nga ndonjë familje italiane? Jo, ishin birësuar me 2 doktoresha që punonin në Filiponere të Romës. Filiponeri. Po, se ma the edhe pak më parë, prandaj po të pyes tani me detaje. Si e zbulove këtë informacion? Të lutem, ma trego. Të informacion zbulova se këto më ndihmonin fillim ma minin një në javë, ma minin këto me një dorë dhe këto të dyja. Më mite një doktoresh të që po nuk ja dirë se jamaj më do të mi emri sot, se thasha uma dhe pak memorin e trurit. Në ato kohë. Uma pak dhe të marrë më mi emri, s'ka qenë doktoresh në Filiponere, e di që ka qenë atje në Filiponere, ka qenë atje, e di shumë i dhe sot. Ajo mori më ndihmonte, ajo njëti kishte i shoqin e saj, mirë të çupën e madhe tjetër, i mirin të dy ato një kaq kohë, i mirin shkonin në ski, i thosha Meri, skaj, do të vini ski, për shembull si e ka një shqiptar që kanë zemrën e bardhë që thotë urdhë për ju. Ajo, jo se s'kam familje, kam fëmijë vetë ata, kam fëmijë, kanë vetë i mirin të shkonte në ski, më dërgonte fotot e çupës.
ku vini në ski, ku vini të këtu, ku vini të atje. Mi thoshte të gjitha. Pra, ti dyshon se pikërisht këto zonja mund t'i kenë birësuar vajzat e tua? Këto dy zonja kanë birësuar familjen, këto i kanë marrë. Këtë gjë e dyshon ti apo e ke vërtetuar që janë ato? E di se këto kanë dashur me iman dhe këto familje. Kanë dashur dhe këto, si më thoshte ajo që kishte telefon me mua, që kemi folë me Xhudshi, shikojnë që se na jetë duhet i marrim ne familjet, ku t'i mbajmë ne. Tani mas e kam anaj familje tjetër, po si më thoshin ato, po të edhe unë i shkret, se unë s'di më shumë. Dhe më pas, ti i humbe për gjithmonë vajza, tuk mësove asnjë lloj informacioni. Qëndrove në Itali dhe vazhdove jetën tënde. Më the që u dashurove me një shtetas italian. Po. Bashkëtona dhe me atë linda vajzën. Dhe me atë më vajti jeta si të vajti zvore, ja ka marrë vajzë një vjeç që vajza jeton dhe sot në mua në Shqipëri. Sa vite jetove me partnerin e dytë? Dytin jetova 2 vjetë. Por pse konsumove kaq pak martesë? Do të çfarë ndodhi mes teje dhe atij? Atij? Se kisha probleme familjare me të jemën e tij, si thonë, është djali vetëm dhe italiani i thon koku di mama. Djali vetëm, djal mama e si thon, i përkëdhelur mama e thoshte mama mund të bonte një djalë. Unë dava, u pajtova prap. Vojta dhe shumë edhe ata, i thash, na gjen ekonomike tash me. Ku kisha mami gjallë ramet pas, i thoshte tashëm të mami një vit vajzën, sa dhe 1 vjeçë, 2 vjeçë. Pastaj që në qerdhe, ku punojmë të dy burra e grua, më ta mirë i këqoje. Ku e qova pastaj, më bënda ata një denantësim pastaj. Andaj që më bëri mama e ti, si ton Vjera, dhe italisht i ton Sosha, se nga tërë në njëna gjua, edhe më thonë që të shkoj unë qytetën në Itali, që të takoj atë, i thosha që të mija që të më teshin prapë, pa i thoshin prapë si gjithdo që vuan. Ku vajtën bë një denantësim, më thënë që kam rëmyrë vajzën, më ka qenë 28 mars si dhe linjës time, mbaj më dhe sot. Në Rom kam një shoqe të ngushtë, shumë të ngushtë, sa që shkoj, takoj, rritë shpjesa, e kam bërë si motës, si thonë. E qartë. Edhe ku vajta pasaj para që takojnë atë, i tash ai takoj, mi thash mu takoj, vjen policia italiane, ku me policia italiane mua më njojnë se kam punuar dhe si thonë, në përshpira familje italiane, policia i kam pastruar familjarë, kam bërë dhe policies, strim shpje, si thonë. E qartë. Edhe ka majtë atje më ka njërë ato me rrida këtë nënësim në vjera. Pse i thashun, a ditë ka ishim, e majtë s'kemë shumë sot, e kam shumë parasyve. E majtë më si kisha dhe zëmë, kështë e iku dhe zëri, kisha zëri shumë të njërë, i thash pse, i thashun. Këtu ka bërë, thashun, unë kam rëmjë vajzën, i thash, pa thirë, të thashat bastardën, italisht, thashun, babane vajzë, thirë të dhe në viktu, thashun, si kam rëmë pas thënë, për italisht ofenut. Thashun, pas, thëj që polici, thashun, si kam iku, në kush ma ka prej bilet, në kush mi ka në lekët, i thash, me mi kuptimi, i thash. Ashtu këtu tash vlek më ka dhënë ky ka trejtur nga banka, tash më pro biletën për sot sa qendrën me vajzën e vogël, tash shitani edhe më vajmë me kuptimi tash. Ku edhe i tha po, tha unë kam thënë, atë i tha ata policisë sa po pushin bra aty me maman, tonë ta po si është puna ata. Pse ke bëndëranci kësaj the. Ose më çon kushtuna më centrale të Romës, se në Rom kam jetuar goxha vite. Çora ditë më dhan të lirë, më dhan drejtsinë që s'kishe faj. U mundi bëja denancim aty, po se bëra për shembull, atre vajzë doritësh vajzë anes do thoshte ma po ti pse bëre pa atre babaj. Vajza kam ndërtuar historinë. Vajza di që ka 2 motra, e di shumë mirë, kam ndërtuar historinë kam thënë. Dhe unë tash para një muaj u bëra gjyshe, edhe vajza më është mosha madhe, thotë 21 vjeçë. Më gjë me lumtë që bëra gjyshe, tash tash që bës një ditë, dhe sot ma thotë djali kisha shpita, keqe mami tash. Po s'u bër gjyshe para kohë, tash do më gëzoj zemra më shumë akoma tash. Ta uroj me zemër, sinqerisht ta uroj me zemër. E dashur, por vajza që ke aktualisht me shtetasin italian, si ka kontaktet me babain? Nga gjithë kjo histori që ka ndodhur, flet me babain e saj? Jo, ka koli një farë kohë, një ditë i shkuajta unë, i thash, provokoj baban, si zonën që tash, unë thoj, ba, më duhem 500 do t'i mojë, tash, kur një kokërleku që ka dërguar shupës, sa do që fitoha dhe me gjukatë, se vajtë bërë dhe gjyshin Itali dhe vajzë ca italianet, e fitoha me gjysh të tëra, kokërlekus më dha, se deklaron me gjysh ishte pa punë, ishte në të zesë. Dhe prap unë atë vajzë rita me sërfëkisht dhe të mos, unë misja tash, unë ma atë dy tash, unë ma dhe këtë 3 jo, tash, nuk e lë këtë, unë të vdes dhe gjaku në tryp dhe shes, tash, unë në rrugë, unë këtë fëmi nuk e lë më tash. Edhe pa asti basti nuk e lash. E rita, e shkollova bërë shkolla mes në gjimnazin, e kam qua dhe njës për të modele në Tiran, kam qënë me qupën. Pitoj butingën, pitoj këtë, pas e la njët me i djale la, e shumë djalimidaj që bashkjetojnë.
Kam bërë një djalë tani, një mosh, ai është policë dhe kjo është shumë mirë, ja kaloj mirë për shkakun. Dhe më vjen mirë. Po shumë të që janë mirë. Me sa po kuptoj, babai i saj nuk u kujdes kurrë për vajzën. Kur. E kam rritur vetëm me forcat e mia, po thuash ti, po të futesh në zonën jam futur me kredi, dhe me kredi e paguaj në shtet. Jam edhe çikolla ekonomia, po kam ecur për para si thon. Dhe sa vash, çdo njeri gjithë bota është me kredi, me shtetet si thon, marrin kredi punoj. Çdo njeri sakrifikon, merr kredi për të ndërtuar gjërat në jetën e vet. Tash nuk jemi të pasur, po të presim përpara ta, mos të vuajt nesër, si thon, bota ka vuajtur. Vajza ndihet më shumë shqiptare apo italiane? Vajza flet shqip, u rritu. E dija, ta bëra këtë pyetje, po e mendoja, përderisa është rritur në Shqipëri, ndihet më shumë shqiptare. Por me sa kuptova e dashur Merita nga bashkëtesa e dytë, shkaku i ndarjes pas ka qenë vjerra, ajo s'të ka dashur si nuse. Jo, ajo ishte shkak, një xheloz për djalin. Nuk të do. Djali vinte i shumë xheloz për djalin. Si thon djali vetëm me djalë të mama, si termin në shqip, se koko di mama e të italiani. Po. Djalë na, ku vjen që për shkak të çafona, vetë marrë mami, jo, i thoshte i shumë xheloze. Sa do bëj? Do me thënë ishte xheloze për djalin, jo se nuk të donte si nuse se ti ishe shqiptare. Për djalin ishte shumë xheloze dhe ishte shumë kështu, ishte gjëra nascosto, ishte shumë. Edhe ai dëgjonte të jomën se thoshte joma, nuk e lindej për shumë gjithashtu për para një djalë shkonte jetën. Nuk e la dhe erdhi puna që në atë punë ai e shkatruar fare si njeri tani. Ku i hedh në TikTok ca video, shkoj ca video me ca pomra, e ke pasur jetë e ti. Të bëj çfarë do të më intereson, unë mjafton të kem vajzë mirë, inshallah se do Zoti gjeta ato dy tjera dhe më lumtur akoma në botë. Dhe ta uroj me zemër. Ti shikoj një herë me sy të vdes dua asgjë gjë tjetër. Dhe të besoj. E dashur Merita, ti u ktheve me vajzën e vogël në Shqipëri, por partnerin e parë takove, kur ai kishte dalë nga burgu, patë ndonjëherë kontakte me babain e dy vajzave? E takova brenda rreni gjyshit, me baban e vajza dhe më ka dhënë të kaj vetëm fëmijë mos ja kontakto të historisë së dua, si marri vesh fëmijët. Po e dita nëse ti takonta, ose ti ose unë, ai s'ka ndërmend të takoj, ai dhe jetën bën e Piranecit, ta mua vetëm mos i thuaj këtë historitë. Për fëmijëta se gjunafa. Thash unë po edhe po e dakoj jam vetëm se s'kam si fëmijës. Pa certo punto, do vi dita ndryshe thash. Më vjen keq se jam fëmijë. Po të preken do preken më shumë. Zinësëria ime është më shumë akoma nga ti. E dashur Merita, ndalemi në momenti kur ti erdhe në Vlorë me vajzën e vogël dhe nisi një tjetër jetë të re në Shqipëri. Si vazhdoi më pas jeta jote? Jo, po erdha në Vlorë, latë vajzë një farkojë të mami, bëri shkollën e 8 vjeçare, ika në Itali prapë emigrova, punonja vinja 3 mujoshin, punonja vinja, ikja vinja 3 mujoshin. Pastaj në 2004 unë bëra me dokumenta që bleti qupa më dha shteti italian më dha letrat. Pastaj kemi përmesë punonja vinja, ikja dhe vajzë vinja, të punë kisha lartë e poshtë, punja 3 muaj, ikteqa në Shqipëri, muaj rria me vajzë ikja prapë. Rinja të prindë mi me, këtë që bashkëtoj, jam njëjtë vonë, jam njëjtë në fundë 2018-2017 një jetë të qëtë. Ante që bashkëtoj sot. Më lejon të pyes si e njohë? E njëjtë kështu, kam patu kisha një lokal të me shira dhe thjesht jemi njëjtë kështu në kafene. Po respektojnë, ishim thjesht si shok. 3-4 muaj kem kjo shok, minu shoqërore kështu, thjesht si shok. Por pastaj lindi dashuria më pas. Lindi dashuria. Bëjmë sot që Zotit i ka mirë. Vajtë 8 vjetë që i thonë jam ratëmët, jam shkullqyur, jam shumë mirë. U bë 8 vite që bashkëton me partnerin e tretë? Po, 8 vjetë. Bashkëton me të jam shumë mirë që Zotit dhe më sot në loj Zotit. Ndihesh e lumtur? Po, shumë fare. Më letë mungoj një zëngjë, asë një gjë buslok, më i plotson të gjitha kushtet. Sa do që jetë tash, nuk kemi jo shumë mirë, po i plotson të gjitha kushtet. Më letë. Dhe mua më vjen mirë që partneri i tretë, personi që i treti i vërteti thuhet ndonjëherë, dhe te ty ka funksionuar. Kur i tregove që kishe 2 vajza dhe i kishe lënë në jetimore, i ti kishe marrë shërbimi social, ai menjëherë i gatshëm të shtyu që ti kërkoje. Po, tha kërkoj, tha shpina kanë derën hapur, tha se shikoj se çdo vi që unë bëj në Facebook çupat, por a vite punë që më ka ngelur që i kam. Edhe çdo vit dhe Darlinë zë shaj mërzitën, shtresoj, më thonë pse mërzitën, mos i shtreso, thotë, ka më keq akoma, thotë.
Që zoti ja ke një mbide çik mendje thot. I vjen keq edhe më shikon kështu që se si të na marraz njeriu fryet përcet. Edhe më thot, mos u dorëzo po se zgjidh zoti ku vit ditë ato. Ku vit ditë deri kanë hapur ose ka thënë asnjë mos i bie bim në shtëpi, të urdhojnë thot. Ndoshta Se bëjnë të gjithë njerëzit sot të muhabet. Që tonë që deri hapur të fëmijëve, asnjë se bën. Po deri kanë hapur të urdhojnë thot. më vjen mirë që i dëgjoj këto fjalë. E dashur Merita, e ke menduar ndonjëherë se vajzat mund ta kenë mësuar që janë shqiptare dhe ndoshta të kërkojnë dhe ato në të njëjtën kohë? Isha do zot, i doj malli zot. Unë jam e gashme, doj malli zot, jam pronto. Por vajza që sollen një jetë me shtetasin italian, që sot është e martuar dhe të ka bërë gjyshe dhe je gjyshja më e lumtur në botë, besoj. Po, jam shumë. Edhe mendoj dhe çupë si thash pa ku lindi, se ka lindur në datën 2 çupa, në 2 tetor. Edhe çupë si thash, mas jam bërë gjyshe para kohë të keqe, mami thash, do zoti thash me zbër dhe zemra, akoma më mal. Ma tha, ku të vit dita tha, mas e do t'i kërkoj dhe unë vetë, ta çupa tjetër. Por vetë vajza, si e priti lajmin kur t'ja tregove që ajo kishte 2 motra, më të mëdhaja? Ja thash me vones, po e mori vesh, e kuptoj se ja thoshte edhe mami i vogël, po historinë e gjithë nuk e kam kuptuar çupës. Se më duaj që ta prek, se u doj vetë se ku bëra ndarjen e gjyshit në italianin në Shqipëri, në Itali për vajzën e vajzës, ku erdhi me ishin grua tjetër, ai që bashkëton dhe me grua tjetër, dhe nuk e takoj vajzën. Kam pa debat dhe atje në gjykatë, e i tha gjykatë se ke vajza, kush e ka ndaluar? Tash vita marri sa të dojtash, të urdhën Shqipëri tash, ne nuk kemi tash un bastard, më domak bastard do kuptoni italisht. Nuk kemi tek shit, të urdhoj deri na ka hapur ta marri e ka fëmijën e tij, nuk e ndalon asnjë ditësh. Asaj që nuk e takoj atë ditë, që atë ditë vajza masa nuk më intereson, më fare as nuk dua me ditë fare. Foli një farë kohë, e tani që lindi, ja dërgoj gjyshës të saj, tha, nëna tha që linda tha, gjyshës të saj, nuk kishta e tha të roj, ka që bëri mesazhe e tha se ta zënë gjithë tjetër. Dhe nga të gjitha këto situata që ti po më tregon e dashur Merita, ti nuk e ke marrë guximin t'ja tregosh jetën tënde. E di vajza që kam ngojtur se ka të thënë mami im pak a shumë, po ra me pas po që kam thënë. Ta marr dot guximin që ta them se di që preket më shumë nga mua, është prek se si puna ime dhe është shumë e dimësur. Dashur Merita, nuk dua të mbaj gjatë në këtë live, por e ke menduar që 2 vajzat e tua mund të jenë rritur shumë afër me njëra tjetrën për shkak se ti të ke dyshuar gjithnjë që 2 shoqe. Po, kam patur konfidencë, të dyja bashkë. Po, 2 shoqe ke dyshuar, mund t'i kenë birsuar vajzat e tua. E ke menduar që ndoshta nuk të kanë falur që ti i ke braktisur dhe ndoshta në një të ardhme mund të përballesh me një refuzim që do të lëndojë më shumë? Nuk e di. Unë inshallah dita që të vijë të përballen, do t'ja kallëzoj vetë historinë. Ja kontoj italisht e di uj fare, dhe shkruaj dhe flas. Ke jetuar vite të tëra, e qartë. Po, nuk e harroj kur, dhe ja them vetë, nuk është ashtu. Dhe ku të dita ma se do zoti madha të plotësoj dëshirat, ku dita do t'ja kallëzoj vetë. Ja them, tu ka qenë historitë e mamit. Plaga është gjithmonë. Dhe ndërse dhe dorën që kam të djegu me cigare, që ka bërë njëna që të bëj kaloj i parë shumë të madhe të pëjdorën, unë e kam dhe shenjë dhe sot me emrin e fëmijëve të cigare, emrin e fëmijëve duart. Dhe marrë cigare dhe apikësh në dorë. Unë kam qenë që kam akora, e kam dhe sot. E dashur Merita, nga ajo kohë që mbaje në krah, qa kujton, qa të mungon? Tjetë zoti malë të një plotësoj dëshira që të takoj një është gjë që e shpeng në jetën time dhe të vdes, nuk do më tresi dhe si thëmë. Është gjë peng për mua shumë, se unë kam ndjeku shumë emisorit se unë të ndjek gjithmonë. Dhe për që edhe shumë peng dhe ato nëna i kugjina të vajza që thonaj që nuk dua nëna në një ato vajza, mua mi kanë të rritë, pse mujtë ka majtu nënë muaj në barë, se do këtë nënë, që të ka bërë nënë, që kur dhe nëna për e vlatin themin në, të bëhet bushtër, i thonë e vlatë nuk hidhet poshtë nëna kur, e shto nënë. Shtu dhe nëna një rruga që tjetë rrugës është nënë, të ka majtu nënë muaj në barë, edhe një jetën. Nuk këto me ndojë dhe edha.
Unë jam e sigurt nëse do I kishe përballë nuk do t'i njihje. Sot janë të rritura. I le 6 dhe 5 vjeç, sot janë 30 dhe 29. E di që do e rritur, dhe mund të kenë ndryshuar minikën e thuratit, dhe mund të kenë ndryshuar shumë fare, po do vi dita një parashikim me kam dhe sot. E të vajzë të madhe kam parë sot se ishte një pjonde shumë e bukur dhe kishte flokët ma onde. Se shumë e bukur, shumë. E lezeshme. E dyta ishte topolake. E shëndosh dhe e shkutur topolake. Më thej që emrat e tyre I ke bërë tatuazh në shpatull. Po, I kam në shpatull, I kam në dorë me cigare. I kam në 2 vende. Kam bërë dhe një tatuazh në krah këtu që janë 3 lule, 3 fjore femine, 2 vajzat e mëdha dhe një të vogël. A mund ta shikoj atë tatuazh nëse mundesh? Ja. Është një lule 2-3. Që simbolizojnë 3 vajzat e tua. 3 çupa, dhe kjo këtu, flora këtu, po ti shikosh ka shenjat e cigarit e shforëm gjoje, kjo këtu. Dhe është kjo këtu dhe sa vjetë që kanë qenë vajzat I kanë të pidur me cigarit sot. Dhe në spatën këtu kam një këtësh e kam në forum kineze, që emrin e fëmijëve është gjë. E dashur Merita, ne po e prezantojmë për herë të parë historinë tuaj, këtë histori të dhimbshme. Po, motën. Ta uroj me zemër që të bashkohesh sa më shpejt me vajzat, por nëse ato do të dëgjonin, kush është mesazhi një nëne që ka 24 vite pa I parë? Sigurisht dëgjojnë sot që të dyja që se janë aq të dashura me nënën e tyre. Unë nuk është se I kam braktisur kur në jetën time, e nuk isha mundësi t'i braktisja, të thash, kam patur kohë që t'i rëmbej edhe t'i binja Shqipëri fare, po kam menduar edhe gjëra të tjera. Kam thënë luksose prap, do vinin, do prap me baban e tyre, do pleksin, do bënja debat. Më mirë tash të rinë atje të shkojnë një jetë më të mirë në botë. Unë nuk kam braktisur kur dhe mesazhi im është ky që vetëm ata fëmijë, sikur dita do të një ditë që ti shikoj ti takoj, mjafton që ti përqafoj, le mos të tek mua. Që ka arritur 9 vjeçë, prap, nuk janë poshtë dhe atyre. Nuk janë poshtë dhe atyre, ka 9 vjeç që kanë arritur. Po vetëm ti përqafoj dhe të dinë që kush jam në tyre vërtet. Pastaj ta vendosin vetë jetën e tyre çfarë mund të bëjnë. Mund të vinë të takojnë, mund vetëm të takojnë. Si ta kenë qefin e ty, mos ja prish Terezin fare, vetëm duhet që të jenë të lumtura. Nuk duhet ja prish Terezin, se ato që kanë rritur, ka dhënë një dhimbje folidat po mi të presin në ato. Në të dytë si thotë. Po prap, unë nuk duhet prish Terezin dhe aty, si janë të lumtura në botë, janë të lumtura dhe më lumtur në botë, bëjnë telefonat, një gjë, vetëm kaj duhet, që t'jem e shetë, që t'i takoj njëti për shafojnë zjatë dhe dufin që kam. Ta uroj me zemër, të ndodhi sa më shpejt. Mase njerëzit natë më bëjnë gjumë shumë, po unë s'bëj gjumë. Unë më shumë senjor gjumë s'do. Ri natën mendoj, shikoj, shkoj fotografit, më vërzitem, qaj, s'bëj gjumë jam njëri që të njërë gjumë vetëm natën. Kjo është historia ime. Merita, ta uroj të bashkohesh sa më shpejt me vajzat dhe të premtoj që të bëj të pamundurën për të mësuar diçka për fatin e tyre. Ne tashmë do mbetemi të dyja në kontakt dhe unë të falenderoj që të pata ditën e sotme, kështu që të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Dhe unë përqafoj shumë. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të këtij live-i dhe uroj dhe shpresoj kësaj nëne vronjate të bashkohet së shpejti me 2 vajzat e saj që ka plot 24 vite që nuk I shikon. Ndërkohë, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698, por mund të më shkruani dhe në faqet e mia online në Facebook, në Instagram dhe në TikTok me emrin Notë Tatu me Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëjeni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju dhe përcjell këtë histori të dhimbshme njerëzore që vinë jo vetëm nga territori të Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptar. Sinqerisht ju falenderoj që më ndiqni, më besoni dhe uroj që çdo emision, çdo video, çdo live që unë postoj, zëri juaj të dëgjohet. Faleminderit dhe takohemi sërish nesër live.